A është nga eksperienca jote tash që sa koha, a o ma let me punu me këta që dojnë me shtu pesh, a me këta që dojnë me hum pesh, cilët janë ma të menagjushëm? Ata me shtu, për të menagjushëm ata që dojnë me shtu pesh janë shumë disiplinume dhe janë gatshme çdo herë edhe asnjëherë nuk abuzojnë, po është pak ma vështirë me shtu peshën se sa me hum. A po, ma vështirë është? Faktikisht, unë e di mi ju thonë, që më shpejt e hek, se zakonisht e kemi antidin shpejt me hu pesh, e ma shpejt e hek peshën se sot që ke investu për me shtu. Tash për shumë vjen të unë edhe thot përdu unë për një ovës, për një mujë, ose për 2 mujë me hek 20-30 kg, por realisht kërë mendon që ato që i ke shtu, ti për 3 mujë mundësh me stabilizu trupin, edhe për shumë për 3 mujë në kushte normale, edhe me hulumtime, edhe me studime, është 15 kg i hu. Edhe këtu 15 kg të viçnale që mendon a i ke shtu për 3 mujë ju. Apo këta, nuk ka shans, a i ke shtu, ke investu gjatë. Në më thanë, në trup toni nuk mund është me bu magji. 5 kg një normal që duesh me ju, po kuptohet duke i reduktu, duke i ndru shprehit, për shembull të asona që i të vodë deri tash. Nuk ka filozofi. Edhe është shumë e bukur, edhe është për mu shumë përmbushje, sa ata që fillojnë, edhe mas një muje, i fillojnë mundi te për mirë, edhe kështu që më thëna energjia që përqojnë edhe ndukje faktikisht edhe në gjitho sen është përmbushje për mu edhe është klasi.